Në mesin e zanateve të vjetra që ende i rezistojnë kohës në Gjakov, është edhe ai biciklisti, ndërsa emri i Selami Sadës është bërë sinonimi këtij profesioni. Brezat të tërë gjakovarsh e njohin atë, sepse të paktën një herë u ka rënë rasti që bicikletat e tyre të kalojnë nëpër duart e tij. Pasionin për këtë zanat e nisi që në moshën 18 vjeç, kur hapi për herë të parë dyqanin e tij. Në moshën 18 vjeçare më qenë dyqani tim. Për pat baba kalon, na kalon këtë dyqan, kështu që na besë këna ripau, edhe kemi vazhdu punën. Ky zanatli kujton se dikur puna nuk mungonte, ndërsa bicikleta ishte mjeti kryesor i lëvizjes për shumë familje. Sot, thot ai, gjithçka ka ndryshuar. Bicikleta është zëvendësuar nga mjetet motorike, andaj puna është zvogluar ndjeshëm. Ka pas punë për para, tash ka ma pak, për arsye që ka 1.300 ata motorra, kerre, ku ta dijon, ka pas punë mjaftueshme, edhe teprueshme, edhe tepër. Kështu që kam arrit me këtë punë, po dhe e kam vazhdimin. Pas luftës, ai u detyrua të niste gjithçka nga e para, pasi shumë çka ishte shkatruar, megjithatë nuk u dorëzua. U dash thuja prej fillimit një njëse edhe njëherë, edhe deglat e punës, edhe bicikleta që ka pas, vetëm në muar të thasha kam ngellë. Edhe ka qenë tavani me drumë, edhe tavani e krejt, kom fillu, vetëm po drumi ka kështu. Sot në moshën 75 vjeç, Selami Sada ka reduktuar ritmin e punës, por jo dashurinë për zanatin. Për moshën që kom, po plasë 75 vjeçare, jam vjeçtar, jam i përballu, e kam kone zvoglunë pak orë e punës, kështu që për malë nuk ka nevojë me shku, për arsye që na bin këtu me kombi, ma kem një plus ma. Kështu që është një hala dhe sa të mujmë. Historia e tij është të shmije një kohe kur zanati ishte identitet dhe mjeshtri vlerësohej për punën e duarve. Selami Sada mbetet një nga zanatlinjet më të njohur të Gjakovës, duke mbajtur gjallë një profesion që dita ditës po mbetet pjesë e kujtimeve.